أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Po fillojmë me ligjëratën e 63 të shpjegimit të veprës Miraqi el Felah Sharh Nurul Idah të Imam Shërumbulalit, Allah e mëshiroft. Në ligjëratën e fundit kemi ngel te procesi, respektivisht disa sjellje apo mirësjellje i themi, se momentin e vdekjes, me që jemi te kapitulli i gjenazeve dhe i vdekjes, se çfarë duhet bëhet në momentet kur njeriu është në agoninë e vdekjes, dhe thamë se prej gjërave të preferuara, pra mos istahsana ba'd, që është gjërave të mira, të lexohet surat Yasin, dhe sipas mendimit të ba'dul mutaakhirin qiraat suratul Ra'd, leximi i surës Ar-Ra'd, sepse Xhabiri radiallahu anhu, sahabi, thot leximi i surës Ar-Ra'd tuhawwinu alayhi khuruj ruhihi, e ndihmon daljen e shpirtit, pra ndarjen e shpirtit nga trupi. Pastaj vazhdon Imam Shërumbulali, thot ve ikhtalafu fi ikhrajil haidi wan nufasai wal junubi min indahu. Thot dietarët kanë kundërthënie në nxjerrjen apo largimin prej dhomës, vendit ku është i vdekur, ku është personi në momentin e vdekjes, largimin e femrave të cilët janë në hajz, në menstruacione, në nifas, dhe atyre të cilët janë të papastër, gjunub. Kur thot ki ikhtalafu fi ikhrajil haid wan nufasa, ka për qëllim se nuk e ka nivelin e vajibit, po e ka nivelin e ulët. A është më mirë që femrat të jenë në menstruacione, të qëndrojnë në dhomën, në vendin ku i vdekuri ballafaqohet me vdekjen, mendoj i gjalli ballafaqohet me vdekjen, ose gratë që janë në nifas, ose që janë papastër, a është më mirë, a duhet me nxjerr, a s'duhet me nxjerr. Por këtu gjithmonë shtrohet në pyetje in lam takun lahunna haja. Nëse nuk ka nevojë për ato që të ekzistojnë aty, më mirë është me nxjerr, mos me nejt në dhomë të i vdekuri. In kanat lahunna haja, nëse ka nevojë për gjërat që i kemi thënë më përpara, të ndihmojnë të sëmurin, të japin ujë, të mbajnë, të shërbejnë për diçka, atëherë ka nevojë, se s'ka njerëz të tjerë, ato duhet më mirë është të qëndrojnë. Por këtu ka një dietar. Pse thot kështu? Thot li imtina hudurul malaika, sepse dyshohet ose thuhet se ka transmetime se aty nuk prezantojnë melekët. Melekët nuk prezantojnë nëse ka njerëz të papastër, gjunub. Në këto momente, kur njeriu është në agoninë e vdekjes, dhe momentin kur vdes, prej lutjeve më të mira, prej fjalëve më të mira, prej duave më të mira, që është leximi i ajetit inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dhe preferohet të lexohen dua të ndryshme që do të mëshirohet i vdekuri, dhe sa më shumë që të lexohen këtu, gjithaj numri i melekëve që janë në atë vend, ju eminun, thonë amin, te ban duan, përveç njerëzve, bëjnë lutje, aminin e bëjnë edhe melekët. Pra, gratë, ose femrat, ose burrat, ose kushdo që është gjunub, në atë moment duhet me pas kujdes që nëse nuk kanë nevojë, është më mirë të mos sjellen aty, të dalin jashtë dhomës. Kema varada wa yuhdaru indahu at-tabib, yani kur të vdes, duhet të vjen edhe mjeku për konstatimin e vdekjes. Pra, konstatimi i vdekjes duhet të konstatohet nga njerëz të ekspert.
فإذا مات شد لحياه بعصابة عريضة تعمهما تربة فوق رأسه تحسينا وحفظا لفمه. Mos i të vdes I vdekuri, duhet I lidhet lihjahu, kjo nofulla është fjala, këtë nuk është fjala për mjekër si mjekër, nofulla me një peshkir apo me një facolet apo diçka bashkë me kokën, sepse kur vdes njeriu lëshohet trupi. Dhe normal se I hapet goja dhe për dy arsye thotë ke. Arsyeja e parë është që ai bëhet I trishtueshëm për njerëzit tjerë të gjallë, dhe e dyta është që mos të futen insekte, miza, sende në gojën e tij, dhe e treta është ajo që kemi ikramen, respektin, nderin që e kemi ndaj të vdekurit. Wa gumida aynahu, I mbyllen syt, lil emri bihi fi sunna, sepse ka urdhër prej pejgamberit alayhis salam në hadithin e transmetuar nga Ummu Salama radhiyallahu anha, e cila ka thënë: Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salama faqad shaqqa basaruhu fa aghmadahu. Thot Ummu Salama, thot ka hyrë pejgamberi alayhis salam te Abu Salama, te burri I saj kur ka vdek, të cilit ju kanë hapur syt, sepse hadithi tjetër fa inna ar-ruha idha qabada taba'ahu basar. Thot shpirti kur del prej trupit e ndjek shikimi, e ndjek sini. Hadithi është sahihun e Muslimit. Ummu Salama thot kur ka hyrë pejgamberi te Abu Salama, pra te burri I saj, I ka pas syt e hapur dhe ja ka mbyll syt pejgamberi alayhi salatu wassalam. Wa yaqulu mugammidu, ai që ja mbyll syt, personi, kur t'ja mbyll syt, çka duhet me thonë? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Allahumma yassir alayhi amrahu. Pra bën këtë dua. Allahumma yassir alayhi amrahu wa sahhil alayhi ma ba'dahu. O Zot, lehtësoja këtij çështjet e këtij, lehtësoja çështjet që vijnë pas këtij momenti, këtu e të tje. Wa as'adhu bi liqa'ihi, dhe gëzoje këtë me takimin tënd, pra të vdekurit që po sa vdiq, gëzoje këtë me takimin tënd. Waj'al ma kharaja ilayhi khayran mimma kharaja minhu. Dhe bëre që me ato që do të takohet atje ku është të shkuar, bëre që ai vend t'jetë më I mirë se sa ky vend prej ku po del. Këtë rast jeta berzahit, sepse në esencë vdekja nuk është përfundim I jetës. Vdekja është transfer prej një jete në një jetë tjetër. Nuk është vdekje përfundim I çdo sendi tek njeriu. Te ne muslimanët po flasim. Pra bëhet kjo dua. Ai që ja mbyll syt është mirë ta bën këtë dua. Thumma yusajja bi thawb, pastaj mbolohet I vdekuri me një rob, wa yudha ala batnihi hadidatun li alla yantafikha. Thot kur të vdes shtrihet I vdekuri, thot në barkun e tij vendohet një hekur, një diçka që është më e rëndë, që të mos frihet gjenazja. Hadha marwiyan an ash-Sha'bi, nga Imam Sha'biu tabiin radhiyallahu anhu, wal hadidu yadfa'u an-nafakha li sirrin fihi. Thot interesi do bia pse hekurin e përmendot për shkak të sekretit që ka hekuri, se hekuri lëshon ftohet dhe në një farë mënyre e ruan. Kjo është për vendet e nxehta, jo për vendet e ftohta, sepse nuk frihet gjenazja, mund të qëndron në vendet e ftohta edhe më gjatë. Wa in lam yujad fa yudha ala batni shay'un thaqil, ose s'ka hekur diçka tjetër, kryesorja është që mos lihet që trupi I tij të fryhet. Rawahu al-Bayhaqi, thot Imam Bayhaqiu transmeton në një hadith se Enesi radhiyallahu anhu
ka urdhëruar bivad I hadithin ala batni maula lehu mate, kur I ka vdekë ai pronari zotriu Enesit, ka urdhëruar që t'i vendohet një pjesë e rënd, diçka e rënd ose guri hekur të barkun e tij. Wa yudau yadahu bi janbayhi isharatan li taslimihi li emri rabbih. Duart të vdekurit I radhiten përskejt përreth trupit. Kjo është simbolik se po dorëzohet te Allahu xhalla shanuhu. Wala yajuzu wad'uhuma ala sadrihi li'annahu sani'u ahli al-kitab. Nuk lejohet që duart e të vdekurit vendohen mbi njërin mbi tjetrin mbi gjoks. Ti mbledhen krahët dhe ti vendohen mbi gjoks, sepse ky është veprim I feve të tjera, ahlul kitab, krishterëve ose çfarë. Pra duart I lëshohen të vdekurit drejt për trupi e nuk I vendohen mbi gjoks. Wa yukrahu qira'atu al-Qur'ani indahu hatta yughassal. Tani tham, preferohet leximi I surës Yasin ose surës Ra'd derisa është I gjallë, derisa është momentin e vdekjes. Në momentin kur vdes, del shpirti, ndahet shpirti prej trupit, ndalohet çdo lloj I leximit të Kur'anit në dhomën, në vendin ku është I vdekuri. Hatta yughassal, derisa pastrohet xhenazja. والكراهة التنزيهية للقرآن عن النجاسة الحدث بالموت أو الخبث فإنه يزول عن المسلم بالغسل تكريما له بخلاف الكافر. Leximi I Kur'anit të I vdekuri, pa u pastru xhenazja e tij, nuk mu është mekruhi tenzihen, po thotë. Pse është mekruhi tenzihen? Ka ihtilaf mes fukahave. Ka ihtilaf, kundërthënie mes fukahave. A është mekruhi tenzihen li nejasetil hadath apo li nejasetil khabath? E dim fik çka është hadath edhe çka është khabath. Nëse është li nejasetil hadath, kjo është më e lehtë, sepse për shkak se nuk ka abdes. Nëse është li nejasetil khabath, është papastërti e rëndë, sepse thot pejgamberi alayhis salam hadithin të cilin Kemal ibn Humame e bën si argument, se thot ndalohet leximi për shkak li nejaseti hadathin, jo khabathin. Se thot pejgamberi alayhis salam la yanjusul mu'min, la yanjusul mu'min. Muslimani, besimtari Islam, nuk bëhet I papastër. Po megjithatë, marr parasysh procesin e vdekjes, ai mund të bëhet I papastër. Mund të bëhet I papastër e që pastrimi I tij, larja e tij, ashtu siç e pastron të gjallin, e nxjerr prej papastërtisë në pastërti, edhe muslimanin e nxjerr prej mu'minin të vdekur, e nxjerr prej papastërtisë në pastërti, me rastin e larjes së xhenazës së tij. La yanjusul mu'min nuk bëhet I ndyt. Muslimani, Ibn Abidini thot, e bën tevil, pak e shpjegon hadithin. Nuk është e sakt mohimi, la yanjus el mu'min, mohimi që nuk bëhet I papastër, nuk është esencial se ai nuk bëhet I papastër. Po është la yanjus nejase daime. Nuk bëhet I papastër për gjithmonë. Mund të bëhet I papastër dhe me pastrimin që bëhet me ujë kthehet në gjendje të rëndom. Për dallim
prej jo muslimanit i cili ngel i papastër dhe nuk pastrohet përmes pastrimit. Këtë shpjegon, tekrimen lehu bi khilafil kafir, për dallim nga kafiri që nuk bëhet i pastër, gjenazja e tij nuk pastrohet, edhe nëse e lajmë sikurse muslimanin. Këtu ka një varg dispozitash të kjo, pra unë e thash atë në fillim pak si me rezervë, ka një varg dispozitash që lidhen me këtë kur është të ihtilafi, kur është li hadethin e u li khabethin. Se për shembull, nëse është li hadethin dhe kur bjen të zonë në pos gjenazja, sa është niveli i papastërtisë së ujit, dhe kur është li khabeth i papastër, sa është niveli. Këtu ka dallime, ka diferencat, ka dispozita, po nuk jemi te ato, kështu që nuk po fut. Me rëndësi, bëhet larja e gjenazës që të pastrohet prej papastërtisë. Wala ba'sa bi i'lami an-nasi bi mautihi bal yustahabbu litakthiri al-musallina alayhi. Nuk ka asgjë të keqe nëse informohen njerëzit për vdekjen e tij. Pra, bëhet fjalë për temxhitin që i themi ne. Temxhiti, i cilin treva tona unë po interpretoj, i cili imami lajmëron apo muezini apo kushdo që të jetë, i lajmëron vendasit, bashkëvendasit, fshatarët, bashkëshatarët, qytetarët, bashkëqytetarët, se filani ka ndruar jetë dhe varrimi i tij bëhet në këtë orë për afërsisht. Thot Imam Shërumbulali, falaba, s'ka gjë të keqe nëse informohen. Tani mënyra e informimit është diçka tjetër. Thot, madje preferohet informimi. Pse? Që sa më shumë të bëhet numri i xhamatit. Sepse thot Limarruja transmetohet Limarrua Shejkhani e kanë transmetuar dy shejkhët, Buhariu dhe Muslimi. Annahu na'a li ashabihi an-Najashi annahu sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhis salam i ka informuar shokët e tij për çka? Për vdekjen e Najashiut. Se çka po argumenton? Informimin e njerëzve për vdekjen e dikujt. Po fil yawmi alladhi mata fihi, pra ditën që ka vdek Najashiu, pejgamberi i ka informuar shokët e vet se ka vdek në Najashiu. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam na Jafar ibn Abi Talib Zaid dhe merr shembuj të tjerë. Kale fi nihaja, në librin e nihaja thot, in kana aliman au zahidan au mimmen tabarraka bihi faqad istahsana ba'd al-mutaakhirin an-nidaa fi aswaq lil-janazah. Nëse ka vdek një dietar, i vdekur është dietar, është mistik, njëri i mirë, që ka bërë vepra të mira, ka qenë prej atyre që njerëzit të berreku bihi, kanë kërku bereqet prej tij. Thot, preferohet disa nga dietarët bashkohor që të tregoj njerëzve dhe rrugëve në trege në për këto që ka vdek filani. Wa hua al-asah, kjo është mendimi më i saktë. Pse ndodh kjo krejt që të afrohen miqët, dashamirët, shokët, lakin, kjo porse gjithmonë shkakton probleme. La ala gjiheti tefkhimi vel ifrati vel medh. Të informohen, sepse sipas islamit, mautul alimi, vdekja e dietarit është mautul alem, vdekja e një dietari nuk është humbje e familjes. Nuk është vdekje e familjes,
nuk është humbje e fshatit, e qytetit. Vdekje e dietarit është vdekje e ummetit. Ajo që e ndjen mangësien e dietarit, nuk është vetëm fshati, vetëm familja, kur vdes një dietar me autoritet. Mangësien e tij, keqardhjen e tij, apo dashamirësien e tij, si doni ta quajmë, nuk e ndjen vetëm njerëzit që e ka njoft, sepse ajo është dietare, nuk e ka furnizuar me dije, me këshilla vetëm familjen e vet, vetëm katundin e vet, vetëm xhamatin e vet. Ai ka furnizuar mbar botën, mbar ummetin. Për atë thonë, mautul alim, vdekja e dietarit konsiderohet si humbje e ummetit, humbje në aspektin që e kemi humbë një personalitet. Për këto figura, thot Imam Shërumbulali, rrethënisht thot imami i veprës e Nihaja, autori i veprës e Nihaja, thot, është e preferuar që të informohen njerëzit që sa më shumë të marrin pjesë në kofomën e tij. Pse? Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam ose harroni këtë. Men salla ala maghfurin gufira lahu. Nëse ka vdek një dietar që është i bën magfiret, i falën prej onës Allahut xhalleshanu, falet edhe ai që ja fal namazin e xhenazës atij. Këtu është një argument për tawassulin që e përdorin dietar, por nuk e kemi temën aty. Njeriu i mirë, auliaullah, që janë dietar të mirë, mistika të mirë, që janë aulia të Allahut xhalleshanu, që kanë bërë vepra të mira në jetën e kësaj bote. Që kanë bërë vepra të mira në jetën e kësaj bote, veprat e mira të atij, nuk pas vdekjes së tij, nuk ngelin në këtë botë. Ai i merr veprat e tij të mira, i ka me vete, i ka aty të vorri, me ato jeton ai. Prandaj, në veprat e mira thonë fukahat prandaj e lejon dietarët, e lejojnë dietarët që të një varr i një evlijaje, të një dietari, dhe kur shkosh ti lutesh Allahut, jo varrit, sa ibadetul kubur, adhurimi i varrit është shirk. Ma ikhtilafna, nuk ka këtu dilema. Adhurimi të vdekurit është shirk. Por vendi ku është i varrozur një evlija, një dietar, që i ka dhënë dritë krejt ummetit, është më i vlefshëm se sa një vend tjetër. Duaja në vendet të caktuara është më afër pranimit ku kanë vlerë se sa në vendet që janë pa vlerë. Apo? Prandaj themi, kur vendojmë ballin në sejdë, thot pejgamberi akthuru min al-ad'iya, shtoni duat në sejdë. Sepse vendi i mirë, që është dëshmi për ti, për mu, për atë, për krejt neve, që do t'jetë ditën e gjykimit dëshmi, është vendi ku e kemi nu ballin në sejdë. Që ki vend është vend i mirë, vend që dëshmon. Përderisa ki dëshmon, thot shtoni duat në këtë vend se je ma afër pranimit se sa çdo vend tjetër. Në këtë kontekst thonë dietarët, te varret e ulijave, nëse dijen ku janë, te varret e dietarëve, nëse shkon ti aty dhe e lexon një Fatiha, e lexon një dua, e bën një lutje, i drejtohesh Allahut xhalleshanu, jo të vdekurit, nuk kërkon ndihmën prej të vdekurit, nuk e adhuron të vdekurin, as varrin. Po për hir të këtij personaliteti që është aty, si Evliaullah, thot je ma afër pranimit të lutjeve të Allahut xhalleshanu, për dallim prej këtyre kokave të smura që këtë e konsiderojnë nivel të shirkut. Mirë po, ne tërheq vëmendjen kjo që ne tërheq vërejtjen imame, këtë mos ta harrojmë. Lakin, thot, këtë këto lejohet me informu njerëzit se ka vdek filan hoxha, filan dietari, filan evlijaje, se nuk është kusht
për me qenë djetar që t'jesh evlia. Ka njeri që të një jetën e ka kaluar me fund të mira. Nuk është djetare në aspektin e ilmit, ama është i dashur i Allahut, se fjala evlia është i dashur i Allahut xhaleshanu. Njeri që Allahu xhaleshanu e njeh frikën dhe respektin ndaj Allahut dhe është i dashur te Allahu xhaleshanu. Thot kur vdesin këto njerëz është mirë me informu sa më shumë njerëzit. Mirë po, lakin la ala gjiheti të tefkhimi vol ifrati fil medh. Ama jo thot me të tepru me lavdrime. Me i kallxu xhamatës se ka vdek filan hoxha. Me thonë, fekhamet ki hoxha i madh, hoxha kështu, malimi kohës feki, kohës djetari, kohës gjë. Thot jo, këto jo. Këto jo. Në këtë formë nuk lejohet. Por çfarë lejohet? Ka vdek, pa i them tash, ka vdek filan hoxha. Dhe njerëzit e din. S'ka nevoj ti tani ti nojsh epitetet tituj, çfarë niveli ka qenë, se kjo është fakhr, tefkhir. Dhe lavdrimi në këtë raste nuk është i mirë. Këtë ne të req, pra. Du ta përmbylli këtë. Çështja e talkini, e kësaj temxhitit, që është përdor, edhe pse nuk ka ndonjë bazë të fuqishme kjo temxhitit që e thermi ne, se s'ka ndonjë tekst veçantë që kjo duhet jetë, për shembull si Kurezani. Por në kohët më të hershme tek ne, është përdor temxhiti, por t'ju kallëzuan bashkëvendasve, bashkëfshatarve, se ka vdekje sot, varrimi bëhet me namazin e drekës, të qindijës ku e diune, dhe kjo është e preferuar dhe është e lejuar. Tani këtë kohën bashkohore po e luajnë këto mediumet elektronike, se për 2 minuta po merret vesh. Wa idha tayaqqana mautu, kur të vërtetohet vdekja e tij, ai duhet ketë një mjek pra që, ose njeri që është khabir bihi, që i merr vesh këtë punë. Yu'ajjalu bitajhizi ikraman lahu. Duhet me shpejtu me përgatitjen e xhenazës. Pse? Ikraman lahu, për të respektu të vdekurin. Sepse në hadith thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, Ajjilu bihi, shpejtoni me përgatitjet dhe varrimin e tij, sepse nuk guxon, pra nuk duhet lejojmë që një musliman të mbyllet dhe të robron familjen, tjetë mbyllës apo pengi familjes së tij. Edhe nga praktika e dim ne, dhe për familjet tona kur ndodhin dhe krejt ndodhin, derisa i vdekuri është hala në mes familjes, krejt njerëzit janë të penguar, s'din çka bëjnë. Në momentin kur ai rahatohet, e çojmë te vorri, edhe këto vesh fillon të drejtohen çdo. Pra është një përgjegjësi, dhe thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, hajjilu, shpejtone. Nëse është për njerëzve të mirë, çoni te vendi i tij i mirë. Nëse është për njerëzve Zoti na ruaj të këshit, largohuni ju prej tij, shpëtoni ju. فيوضع كما مات الكاف المفاجئ إذا تيقن في موته على سرير مجمر. Pasi që të vërtetohet procesi se ky njeri është i vdekur, atëherë shtrihet në shtratin e vdekjes. Shtrati i vdekjes, ku do të vendohet i vdekuri, është mirë që të parfumoset me ndonjë lloj të parfimit për të largu erërat e këshia, pra parfimimi bëhet i shtratit për rreth. Këtu thot që ki të xhmiri duhet bëhet vitren 3 ose 5 herë. Jo, ma shumë la yuzad ala dhalike, la yuzadu alayhi. Imam Zailaiu, kish mendimi Imam Zailaiut, në Spurrajën librin,
وفي الكافي والنهاية أو سبعا libra El Kafit edhe Nihaje, pra, parfemimi duhet tjetë 3 herë, ose 5, jo më shumë. Si pas kujt, si pas Zejlejës. Të Nihaje edhe El Kafi thonë, mundet 7, po jo më shumë se 7. ويوضع الميت كيف اتفق على الأصح قال شمس الأئمة السرخسي وقيل عرضا وقيل إلى القبلة. I vdekuri të lëshohet në dhomë serir, në të shtratin e vetë, në të sinjerin, në të vendin e vetë, ku do të vendohet i vdekuri, pasi që të parfemos të shtrati, që mos ketë erërat të këshia, sepse mund edhe trupi i njeriu të lëshon erëra, dhe për t'i larguar ato erë që mos hikin njerëzit prej saj, thot vendoset në shtrat. Në shtrat, thot, si pas mundësijës, ka 2 mundësi, të shtrohet në shtrat, të shtrihet në mënyrë që ardhën që krahu i djathtë në këtë formë tjetë nga i drejtum nga kibla dhe i shtrirë në tokë. Ose vekile ilel kibleti, që këmbët t'i kthetë të kryet të drejtuara drejt kiblës dhe kokën në anën e kundërt. Pra, nëse kibla është në këtë drejtim, gjenazja vendohet që këtë formë. Këtu është koka, anë e gjathë e ka kibla. Ose mund të vendohet në këtë formë. Kokën e ka këndej, fytyrën e ka mustelkjen të drejtuar drejt kiblës. Kështu thot Shamsul A'immet e Imam As-Sarakhsiu, autori i veprës El Mabsut. Wasatru auratihi, mbulohet avreti i tij, pra kur të lëshohet, po edhe ma bejnë sirretihi ila rukbetihi. Avreti i tij, këto është kur të nxjerrët për me ulan të gjenazja, detyrimisht thot, si mas kësaj që e thot Imam Zejleju dhe autori i Hidayës, Imam Merginani, thonë se detyrimisht pra është obligim që avreti i tij kur të lahet gjenazja të mbulohet prej kërthizës deri te gjunjt. Kjo pjesë duhet të mbulohet. Mendimi tjetër, disa thonë se duhet të mbulohet el auratul ghalidh, ai aureti ekstrem çka është i njeriut. Mjafton vetëm ajo, por wal esa më e mira është që të mbulohet avreti, sepse çdo gjë këtë parim duhet ta kemi gjithmonë. Tejsiren, thot ki, wa huwa dhahiru rivaje. Një gjë duhet ta kemi parasysh. Çdo gjë që e damton të gjallin, e damton të vdekurin. Pra, ti kur je gjallë, pajtohesh që aureti jo tjetë i shpalosur para njerëzve? Jo. Nëse të ndodh, ti a ndjesh sekleta, a ndjesh i pakanshëm? Po. Të njëjtën e ndjen edhe i vdekuri. Sepse kjo, thamë në vdekja është proces, nuk është përfundim. Është proces që kalon prej një jete në një jetë tjetër. Thumë ba'da satri, auratihi idkhalu satir min tahte thiyab, jarrada min thiyabe. Masi që të mbulohet me një çarshaf, i hiqen teshët, robët që ka i ka. In lam yakun khuntha. Nëse është burr ose nëse është grua, merret gjenazja, nxjerrët, pra mbulohet me çarshaf dhe i hiqen teshët të trupit që ka i ka, dveshura. In lam yakun khuntha. Po nëse është gjinia asnjëse, kush duhet të bën pastrimin e saj? Burrat apo gratë? Se nuk është burr, as nuk është grua. Nëse e merr trajtimin e gruas, burrat s'kan të drejtë ta pastrojnë.
Nëse e merr trajtimin, tha, nëse e merr trajtimin e burrit, gratë s'kan të drejtë të pastrojnë. Atëherë thot, aureti i saj, i kësaj gruas, pra ka dy mendime këto. Vendohet një çarshaf, tha, vendohet një çarshaf, mbolohet me një çarshaf, mbështillet dora me një rob të trash dhe pastrohet pa e ngritur çarshafin, pa e pa trupin, vetëm dora nën çarshaf. Mendimi tjetër është, nëse kjo është e mundur, nëse nuk është e mundur kjo, atëherë pastrohet mbi çarshaf, por jo duke e shpalosur avretin e saj. Dhe mendimi tjetër është se kësaj jepet vetëm tejemmum dhe varroset si e tillë me tejemmum. Pastaj wa ba'dahu wudi'a. Wa ba'dahu, yani pasi që ja kemi hequr rrobat dhe fillojmë me pastrimin e xhenazës, çka duhet me bë? Hapi i parë, duhet me i dhënë abdes. Yabda'u bi wajhihi wa yamsahu ra'sahu. Njëjtë sikur i gjalli. Kur hin me u pastru, me u lau, prej gjunubllëkit të zam. Prej suneteve të guslit, është që ti të marrish abdes në fillim kur je i gjallë. E njëjti veprim bëhet edhe me të vdekurin. Fillimisht, duke fillu prej fytyrës, i japim abdes pra. I japim mes kokës, ja lojmë duart, ja lojmë syt, ja lojmë. Illa, shka nuk ka mundësi, është bila madhavalistin shak. Se gargarja, shka i themin, e larja e mreshme e gojës dhe e hundës nuk mund bëhat. S'mund të bëshat. Por i jep mes me dorë të lagur buzëve dhe hundës. Pra, yumsah femuhu ve anfuhu bi khirka. Me një diçka i jep mes gojës dhe hundës të vdekurit. Alehi amelun nas illa an yakuna junuban aw haidan aw nufasa fa yukallifu ghaslu femihi wa anfihi tatmiman lit-taharati. Nëse është gruaja shtatzan, do më falë në hajz ose në nifas, ose jemi sigurt se ka vdekur gjunub, thot atëherë sa ka mundësi të i pastrohet goja, as i pastrohet, tatmiman për të kompletuar sa më shumë atë. Wa ba'da al-wudu subba alayhi ma'un mughliyun qad muzja bisidrin wa hurdin, këto që shikan këto nuk i di edhe unë çka janë këto llojet e aty në barnishtave që i qesin ujit për t'i aromatizua ato, thot po fillohet me larjen e xhenazës, duke filluar prej kokës edhe duke të ardhur te poshtë. Po yukselu ra'suhu ay sha'ru ra'si wa sha'ru lihyatihi bil hidhmi. Me batun, ka di qashtu në kjo. Bil Irak, tajibun rahetun yu'mel amali sabun ve tandhib. Ka një lloj barja që në Irak, el khitmije pas ka emnin, nuk e di çfarë është, po ndërtokën llojet parfimeve të sapuneve. Unë nuk më lipën ndoshta në për këto e gjanë se çka është, po mirë po thot vajin lem jekun lehu sabun, edhe pse s'është sapun, jem çështje që më shumë i përdorin rrethet e atyre. Pra te ne kemi sot elemente tjera që nuk i përdormi ato barnishtat e asaj kohe, prandaj edhe nuk po i kushtoj shumë ndonjë rëndësi asaj. ولا يقص ظفره أي الميت. Të vdekurit thot, që këta përdorimi i parfimave këty në barnishtave lëshova me qëllim një pjesë, të them drejtën, edhe janë të lodhshme, edhe përsëri janë të paqarta. Po ajo që është më rëndësi, wala yuqas dhafaruhu, nuk i prehen thojt të vdekurit. Të vdekurit nuk i prehen thojt.
e as flokët e tij, wala yusarrahu sha'ruhu, e as nuk i krehen flokët, pra është fjala kur të lahet xhenazja. Ka vdek për i ka pas thojt, e ka gjetë vdekja, pa i pre thojt. Nuk duhet me pre, nuk ja pre thojt. S'ka nevoj. Nuk ka nevoj me ja pre as mjekrën, me ja shkërtuën, as flokët. Mas larjes së gjenazës madje, as t'i krehen, as flokët e kokës, e as të mjekrës, aj rasihi wa lihjetuhu. Pra as mjekrës, li annahu li zina, sepse këto i ka zbukurim. Wal mar'atu taksilu zawjaha. Gruaja ka të drejtë të pastroj burrin e saj, walau mu'taddatun min raj'i, au dhihar minha fil adhar. Gruaja, rast mungese gjithmonë është kjo punë, ka të drejtë të pastroj gjenazën, të laj gjenazën e burrit të saj, madje edhe nëse është në shkurorizim me të drejtë e rikthimi. Se më kur janë në lidhje, po se po. Sepse ajo, gruaja, i leti motivi i kësaj ku është, ajo obligohet me idet, me vdekjen e burrit, nuk prishet kurora, ngel është lidhët me idetin, kurse e kundërta, në moment prishet kurora. Pra, nëse vdes burri, gruaja detyrimisht duhet të pret idetin, në këtë rast është 4 muaje, 10 ditë, nëse nuk ka gjendje tjetër, pra nëse nuk ka shtatzani, atëherë nëse ka shtatzani, gjykohet me shtatzanien. 4 muaj e 10 ditë, ideti dhe këtë duhet, po them tash neve o xhallarëve, këto çështje duhet kemi pak kujdes. Tua shpjegojmë xhamatit se femra e shkurorizuar nga burri, 3 menstruacione nuk ka drejt martese. Se ne e bojmë. A ta kalshu qikën? Po. Tash me mujt kryet javës prej natit ati të burri parë që a gjoj një burë tjetër të martoj. Ti shes trimnia ti se une, ja, se s'je vetëm ti. Po një veprim i tillë është haram. Një veprim i tillë është prostitucion. Ajo është e obliguar të kalon 3 menstruacione, pandaj ti hapët rruga e martesës. Nëse i ka vdek burri, është 4 muaje, 10 ditë. Pra, mas vdekjes burrit, gruaja s'ka drejt martese 4 muaje 10 ditë, po e marr këtë standardën nëse s'ka gjendje tjetër, siç është shtatzania. Por nëse vdes gruaja, burri me njerë të nesërmen ka drejt të martohet, sepse kurora është e prishur. Bikhilafihi, e rrezull la yaksilu zawjatahu li inqita'in nikah. Burri, pra e kundërta nuk ndodh. Gruaja ka të drejt, burri nuk ka të drejt, sepse nikahi i tyre prishet. O idha lam tujad imra'atun li taghsiliha yujammimuha. Nëse nuk ka gru tjetër që e lan gruan, pra s'ka gra, atëherë i jep tejemmum gruas dhe nuk e lan, walejsi alejhi beddu basari bikhilaf al-ajnabi, wa huwa ka al-walad al-mudabbara. Walad al-mudabbara. Nëna e fëmijës e cila mudabbara dhe në qashtë? Robresha apo robi i cili ka kontrat me pronarin e saj për lirimin e saj me kushtet përcaktuara. Për shembull i thot, nëse më jep 50.000 euro, e ke lirien. Robi ku duhet me mora të 50.000 euro? Duhet me punu. Prej ditës kur punon, pasurinë që e fiton, ki e mbledh
për ta bler liria e vet, fatkeqësisht. Amo ki ka një kontratë për lirimin e tij. Edhe ky nuk ka të drejtë e bën larjen e xhenazës së që kësaj robreshës të cilën e ka pasën më përpara. In matet imra'atun ma rijal al-maharim, nëse gruaja ka vdek në mesin e burrave, i japin tejemum, dhe se s'ka grapra që e pastrojnë atë, i japin tejemum dhe e varrozin. Wa huwa mautu rajulun bayna an-nisa ka'aksihi, sikurse burri që vdes mes të grave, edhe këtij i japin tejemum. Ju yammimunahu, pra i japin tejemum bi khirqatin, jo me dorë tejemumin, po me një, sepse është haram pra prekja. Wa in wujida dhu rahimin muharraman yuyammamu al-mayyit dhakaran kana aw untha bila khirqatin. Nëse është dikush prej familjes së tij që është, edhe ki i jep tejemum, pra gjinisë kundër të bëhet fjalë, edhe ki i jep tejemum, po mund t'i jep tejemum bila khirqa për shembull. Nuk lejohet ta lash motrën. Ti je një dhu rahim i po. Nuk mund ta lash. Ligjevaz, pse tejemumi? Ligjevaz mesil a'dha'i tejemmum. Ti e ke motër, e ke të afërt. Ti lejohet si mashkull me i prek të pjesë të trupit pa khirqa, pa dorza, po e them. Lejohet me i prek pjesë të trupit motrës, ato gjymtyr të trupit që ka përfshin të tejemumi, janë fytyra dhe krahët. Po atë lejohet ti si vëlla me i prek krejt gjymtyrët të trupit motrës? Jo. Andaj s'ke drejt pastrimi, por ke vetëm të tejemumit. Po in wujida dhura po, dhakaran kana untha bila khirqatin, ligjevaz, kjo që thot dhakaran kana untha varet te e kundërta. Për shembull, nëse i vdekur është femër ose është mashkull, flitet për në rastet të kundërta. Ligjevazi mesil a'da al-tayammum bila shahwatin. Wa kadha al-khuntha المشكلة برات مشكل ييم في ظاهر الرواية. Kjo çka është khuntha ambigjini. Dy gjenit që i ka. Si pas dhahirur rivaja, e from? Hemofrodit. Ma mirë që se khuntha. Po është edhe kjo çka është khuntha, edhe këti i jepët tejemmum. Pse? Se nuk dihet do të pastron burri, apo do të pastron gruaja. I jepët vetëm tejemmum. Wa qila yuj'alu fi qamisin la yumna al-wusul al-ma ilayhi. Kjo është çështje tjetër. Wa yajuzu lirrajuli, po do të përfundoj që këtë punën e gaslit. Wa yajuzu lirrajuli wal mar'ati taghsili sabiyyin wa sabiyatin lam yushtahiha li'annahu laysa li'a'dha'ihima hukm al-awra. Fëmijët para pubertetit, fëmijët e vegjël, lejohet që ta lanë xhenazën e fëmijës baba ose nana, pavarësisht se çfarë është gjinia, sepse këtu as nuk ka shehve dhe as nuk ka të ndaluar. Wa an Abi Yusuf akraha an yaghsilahuma al-ajnabi. Madje Abu Yusufi thot është me kruh që ti pastrojnë, pse ti pastrojnë njerëzit e jashtëm, përveç se kur e ka babën ose nanën me pastru fëmijën e vet.
ولا بأس بتقبيل الميت للمحبة والتبرك توديئا خالصة عن محظور. Nuk ka gjë të keqe nëse e puth të vdekën mbasi që të pastrohet, nga dashuria, tabarruk për shkak të bereqetit, tabarruk, ose për shkak të lumturisë. Pra me një fjalë, nuk ka gjë të keqe nëse e puth të vdekurin, fëmijën, nanën, babën, vllavin, këto që janë të familjes. وعلى الرجل تجهيز امرأته. Burri ka obligim përgatitjen e gruas së tij, ka për qëllim përgatitjen financiare, qefinin, shpenzimet, argjimet, bien mbi korrizin e burrit. ودفنها عند أبو يوسف. وهذا التخصيص مختار صاحب المغني والثائرية، ويلزمه أبو يوسف بالتجهيز مطلقا ولو كان الزوج معسرا وهي Abu Jusufi thot, kjo punë thot be korrizin e burrit, që ndonjëherë në duket se Islami po i rëndon gratë, po ndonjëherë i rëndon më shumë burrat. Harxhimet, shpenzimet, rreth qefinit, rreth varrimit, rreth këto, thot bien mbi korrizin e burrit, edhe nëse burri nuk qëndron mirë me pasuri, e gruaja është e pasur. Gruaja është milionere, ta zom, ka pasuri të babës, ku e di unë, të vetën. Burri s'ka pasuri. Edhe atëherë bien mbi korrizin e tij, alayhi al-fatwa. قال إمام محمد ليس عليه تكفينها لانقطاع الزوجية من كل وجه. Imam Muhamedi thot ja. Nuk bëhet burri i obligim këtu në këtë rast, pra, sepse këtu është ndërpre nikahi min kulli vez, në gjitha aspektet. Është ndërpre, ka vdek gruaja. Është ndërpre, të nesërmen mund të martosh motrën e saj. Shembull po e marrim. Ose tjetrën, po e pruna me qëllim këtë, ndërprerja e nikahit që thot Imam Muhamedi, me vdekjen e saj, ndërpret lidhshmëria nikahi, logjikën ku e ka ki. Kur ndërpret nikahi, ajo që ka të lidh është nikahi, kur është ndërprer nikahi, çfarë obligimi ke ndaj saj tash ti? Me i pagu ato argjimet. Ki shkon këtë logjik. Imam Abu Jusufi thot jo, ti ke pas grua, ke kalu jetë, dhe ke obligim që edhe vdekjen e saj ta respektosh, sikurse jetën e saj. Kjo që duket qenë ka temë e gjatë dhe nuk do të mund ta përfundoj me këtë ligjërat, dhe ka dhe një çështje tjetër, wa men mate wala male lehu fakafanahu ala man talzamahu nafaqatuhu. Tani ki vazhdon për ato që vdesin dhe janë të varfër, kush duhet me marr përsipër shpenzimet për vdekjen e tij, por këto do t'i vazhdojmë në ligjëratën tjetër, dhe deri te ligjërata tjetër, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.